mendoj që ikja nga vendi jot sigurisht të çon drejt një të panjohure me sfida në një vend të panjohur me sfida të panjohura. Dhe këto lloj parashikimesh janë të vështira që ti bësh se çdo gjë do shkojë mirë dhe drejt një suksesi, dhe sigurisht që është ajo ndjenja e të mos ja dalit mban kur ti nisesh në një vend drejt së panjohurës. Ka pasur disa momente të tilla. Vajtja në Francë ishte një eksperiencë shumë e mirë për mua, sepse bëja një specializim në degën që unë e dashuroja, në neurokirurgji. Sfidat lidheshin më tepër me profesionin, por aty kishte momente në të cilën ndihesha që isha në një vend të huaj, kisha vështirësitë për të përshtatur, vështirësitë e fillimit, sigurisht edhe duke qenë nga një vend i vogël në atë kohë, pak njihej për një reputacion të mirë në Francë, më çonte në disa episode apo momente të disfavorshme, të cilat do të më duheshin që ti tej kaloja dhe të tregoja atë vetveten. Mendoj që është ai naiviteti i të qenurit, unë isha ende shumë i ri se sa jam sot, por me një dëshirë për të treguar veten, edhe pse vija nga një vend i vogël, dhe me një çiltërsi. Ajo që theu ato tabut e fillimit ishte komunikimi me kolegë të cilët njihnin artin, kulturën dhe u impresionuan që unë njihja autor francez, autor rus, autor gjerman, të cilat ne kishim studiuar në Shqipëri, dhe kjo theu tabun e parë të përshtatjes atje dhe të krijimit të një respekti që unë vërtet vija nga një vend i vogël, por me një edukat dhe me një kulturë e cila nuk shkonte me reputacionin që mund të kishte Shqipëria në atë periudhë. Gjëja e mirë ishte që unë e përgatita veten do shikoja diçka komplet ndryshe dhe do të përshtatesha me atë. Pyetja e parë që më është bërë kur kam mbritur ditën e parë në departamentin e neurokirurgjisë nga profesori im ishte çfarë ditë bësh. Dhe përgjigjja ishte shumë naive dhe shumë e çiltër. Unë vi nga një vend i vogël, nuk di shumë gjëra, ti bëj siç i bëni ju, por kam ardhur të mësoj dhe dua të mësoj prej jush. Kjo u kthye në favorin tim, unë të nesërmen kam operuar në sallë në të operacionit me profesorin në një operacion të gjatë që unë nuk e kisha parë, nuk e kisha bërë, dhe që sigurisht akoma e mbaj mend atë kisha pak ankth që do asistoja në një operacion të tillë me një profesor francez që nuk e njihja, me një reputacion shumë të mirë. Ky ishte shoku i parë, të cilin mendova që e kalova me sukses, por dhe me ndihmën e tyre, duke më dhënë një mundësi që unë të përshtatesha. Atëherë doli një dekret nga kryeministri asaj kohe që gjithë studentët e diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë të Tiranës duhet të shkonin të bënin një vit stazh përpara se të futeshin në konkursin e specializimit. Ishte një stazh i detyruar. Unë zgjodha të isha në Savër. Atëherë ishte një eksperiencë e parë si mjek. Dhe sërish dua ta lidh me librat që unë kisha lexuar nga autor klasik të lidhura me mjek që punonin në qendra të vogla rurale. Dhe aty kuptova, isha vetëm, kisha pacient nga moshat e vogla në moshat më madhore, kishin nevojë për mua, ishin të thjeshtë, ishte një vend i varfër, do të thosha, krahasuar me ku jemi sot, po njerëz të dashur, njerëz të çiltër, njerëz që e vlerësonin ndihmën që ti u jepje. Sigurisht unë isha me ëndrat e rinore, kisha mbaruar Fakultetin e Mjekësisë me medalje të artë dhe ëndrat e mia ishin më tepër se aq, përqendruar në Savër dhe rikthimi atje shoqëroi edhe me një farë pakënaqësie, do thosha për momentin, sepse nuk e dija se ku do të shkoja. Historia ime shkuarjes në Francë
është me një aplikim të një burse në kolegjin kirurgëve atëherë për ekstrakomunitarët, një bursë e cila nuk u aprovua për arsye fondesh. Dhe u pren shpresat për të shkuar në specializim në Paris. Pas disa muajsh vjen një letër nga profesori francez, i cili shprehte keqardhjen që aplikimi im nuk ishte aprovuar për arsye fondesh, por ai kishte dëshirën që të më jepte një mundësi që unë të trajnohesha atje për një vit. Kjo ishte një derë e hapur, një fat për mua, e konsiderova në atë kohë. Shkoj atje për një vit dhe mendova që do të merja maksimumin e mundshëm për të pasur një eksperiencë sa më të mirë. U integrova mirë vitin e parë dhe pikërisht profesori im më ofron që të qëndroj dhe të qëndroj për më gjatë atje. Kjo ishte në një farë mënyre më tregoi që unë kisha bërë siç duhet punën dhe isha në rrugën e dur dhe vazhdova edhe një vit tjetër në Paris, duke rritur edhe nivelin e eksperiencës dhe isha më konfident në atë çfarë bëja. Në një farë mënyre unë bashkohem me mendimin që shkuarja jashtë Shqipërisë dhe në Francën në SBA sigurisht shoqërohet me, më pëlqen fjala dimër shpirtëror, sepse kjo humbet ngrohtësinë e njerëzve që të rrethojnë, humbet ngrohtësinë e gjërave që të kanë shoqëruar deri në atë moment dhe ti ndihesh i vetëm, me një ftohtësi rreth teje, me gjëra të reja të cilat ti duhet të fillosh të ambientohesh. Disa mund të bëhen të tuat dhe disa ndoshta janë të pakapshme ose të paarritshme. Them që mungesa e njerëzve është ajo që ndikon mjaft në jetesën, sidomos në fillim, jashtë. Është një tjetër jetë, një tjetër ritëm të cilin ti duhet ta kapësh dhe të ambientohesh. Nuk është se ngrohet, mendoj do ta lidh pak me profesionin tim. Unë mendoj që truri riorganizohet në varësi të njerëzve që të rrethojnë, të kohës, të klimës, të ushqimit dhe bisedave. Të gjitha këto riorganizojnë trurin tënd dhe të përshtaten me ambientin ku je. Në fillimet, kur ti shkon në një ambient të ri, me njerëz të rinj, prishet ai organizim që ka qenë dhe duhet të rifillojë organizimi i ri për të rikrijuar atë njeriun e ri. Rrugtimi në Amerikë filloi me një vizë turisti. Unë arrita të marr një vizë turistike për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkoj për herë të parë në Amerikë dhe impresionohem. Mendoj që jeta të sjellë rastësi, të cilat nuk janë thjesht rastësi, por që përcaktojnë dhe fatin tënd se si do vazhdosh më tej. Kur do ta lidh prapë me Francën, ditët e para që shkoj në Francë, njihem me një neurokirurge italiane që bënte stazhin në Francë dhe priste që të kalonte në asistencën e parë të profesorit. Ditën e parë që unë arri në Paris dhe pas bisedimit me profesorin, siç e përmenda unë i asistoj atij të nesërme me dëshirën e tij dhe kjo krijoi një farë revolte tek kjo mjeke italiane, që ky shqiptar që vjen i asiston profesorit në një operacion të vështirë dhe ndërkohë unë kam kaq kohë që pres dhe ajo largohet, e revoltuar. Kur del nga spitali, unë rastësisht pa e ditur e takoj, ishte shumë e dëshpëruar, i duheshin, kishte humbur portofolin, i duheshin dhe para dhe ndihmoj me taksin për në stacionin e trenit, pa e ditur që revolta e saj lidhe me mua. Dhe më tha do ngelemi miq. Kur shkoj në Amerikë, në Philadelphia, takoj pikërisht rastësia të njëjtën mjeke, e cila ishte në Amerikë dhe më tha dalim pim një kafe, sepse s'ke ndjek nga mbrapa. Ishte them rastësi. Dhe më foli për Amerikën si një nga ëndrat e gjithë profesionisti në neurokirurgji dhe se si amerikanët arrin
të bëjnë procedura dhe punojnë me teknika bashkëkohore të cilat nuk kanë të krahasuar jo me francezët, jo me italianët, kishte akoma revoltën e Parisit. Dhe kjo në një farë mënyrë më ndikoi që të provoja të bëja një eksperiencë ato ditë që isha në Shtetet e Bashkuara, e cila më pëlqeu. Rikthehem në Paris me idenë që doja të bëja një eksperiencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I shkruaj me email një profesori në Amerikë që e kisha takuar duke kaluar disa ditë në spital, i cili më ofron që të shkoj të bëj një eksperiencë punë kërkimore në Shtetet e Bashkuara. Nisem përsëri me vizën e turistit, e cila s'ka donte. Dhe i thash vetes të bëjmë dhe ne një eksperiencë që bëjnë mjekët italian, mjekët francez dhe gjerman në Shtetet e Bashkuara. Është edhe dëshira për të qenë i barabartë me gjithë pjesën tjetër evropiane, pa u ndjerë që vjen nga një vend i vogël. Aty ishte fillimi i eksperiencës time, unë nuk u ktheva më në Shqipëri, që nga i moment që ndrova në Shtetet e Bashkuara, kalova në një periudhë tranzicioni me vetveten për të gjetur mënyrën se si do të futesha në sistemin e specializimit në Amerikë. Nuk e dija që neurokirurgjia ishte një nga degët më të kërkuara dhe kompeticioni ishte me student dhe mjek amerikan të shkollave nga më të mirat dhe përzgjedhja ishte shumë rigoroze. Bëj eksperiencën time si një mjek i huaj në Boston University dhe fati e sjell që unë përzgjedhem në një qendër spitalore universitare për ribër specializimin tim si mjek. Pas asaj, unë tashmë kisha bërë eksperiencën në Paris, eksperiencën si mjek i huaj në Boston, dhe ribërja një specializimi për mua ishte më e thjeshtë, por edhe më jepte një eksperiencë edhe më të mirë, krahasuar me mjekët e tjerë, specializantët e tjerë. Kur mbaroj specializimin, filloj si mjek primar, në të njëjtin spital ku unë kisha bërë dhe atë observershipin, atë eksperiencën e parë në Philadelphia. Tashmë si një asistent profesor. Rikthehem. Çu bë me italianen? Rikthehem në Itali dhe nuk kam pasur asnjë lloj kontakti pas asaj, por që mendoj që jeta të vë disa njerëz në një kohë të caktuar, sikur të ndryshon drejtimin ose të jap një drejtim. Unë mendoj që ka qenë ajo çiltërsia dhe naiviteti i përgjigjes time, kur i thash që unë nuk di të bëj shumë gjëra, por kam ardhur të mësoj shumë gjëra, sepse vi nga një vend i vogël dhe në atë moment ai më shikon në sy, sepse priste që unë t'i tregoja se sa i mirë isha, më pa në sy dhe duket ajo ndryshoi komplet mendimin. Duke më dhënë një modestia ishte ajo që theu. Unë kalova disa vite trajnimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e para njëja sakrificat për të futur në atë sistem. Futja në atë sistem më bëri të vlerësoja mundësinë që më ishte dhënë. Dhe kur isha mjek dhe neurokirurg primar, e kisha gjithmonë në mendjen time atë fillimin dhe ato vështirësitë e fillimit dhe përpiqesha që bëja maksimumin tim të mundshëm, por të përdorja dhe eksperiencën time që e kisha pasur në Shqipëri, në Francë, dhe kjo më jepte një mundësi përshtatje goxha të mirë me pacientët, me kolegët, me stafin e punës. Mendoj që kam vënë prioritet pacientin dhe rezultatet e punës time. Pa e ditur që do të merrja një vlerësim, apo kjo do të vlerësohej në këtë formë. Në momentin e parë ishte i pabesueshëm, pastaj mendova që është fruti një pune të gjatë, sakrificave, të një kohe të gjatë dhe ndjeva një kënaqësi dhe një vlerësim për atë periudhë dhe për ato sakrifice që unë kisha kaluar. Operacionet vështira unë kam pasur shumë,
mendoj që secili prej tyre ka një kompleksitet, janë operacione në tru të cilat kërkojnë një precizion dhe duan një përqendrim fizik, mendor. Do të veçoj një operacion që kam kryer të një krye polici të Filadelfias. Ai vjen i dëmtuar në detyrë, në gjendje shumë të rëndë. Në atë moment ishin angazhuar gjithë forcat e policisë që sollën kolegun e tyre në spital. Unë thirrëm, isha mjeku që mbuloja shërbimin e neurokirurgjisë atë ditë dhe pa e ditur se me kë kisha të bëja, spitali i rrethuar me dron, kryetari i bashkisë që vjen aty, gjithë televizionet dhe mediat që ishin përreth, krijoni një farë presioni, përveç fakti që pacienti ishte në kushte goxha të rënda. E marr pacientin në urgjencë, në sallën operatore dhe filloi procedurën me shpejtësi. Pasi dal nga operacioni, Sa orë? operacioni ishte 6 orë, fillon dikën nga ora 7 pasdite dhe dalin pas mesnate. Në atë moment shikoj që 300 njerëz që prisnin përgjigjen donin patjetër një përgjigje pozitive të mirë. Mediat që prisnin për konferencën e shtypit, ndjem në atë moment përveç lodhjes dhe presionit të një rezultati të mirë të operacionit, duhet të dilja edhe përpara mediave për të dhënë dhe shpjegimet e duhura, të cilat më vinin rezultatin dhe punën time në publik. Rezultate, kur operacioni shkon mirë dhe ka rezultate të mira, është një satisfakcion i imi, sepse shoh pacientin që ka ardhur në kushte goxha të vështira ose të rënda dhe i kam dhënë një jetë, një cilësi. Ka pasur disa momente të tilla. Ka qenë një paciente e cila ishte dëmtuar në qafë me një paralizë. Në ato momente kur vjen në spital, i kryem një operacion në mënyrë urgjente, rikthehet lëvizja e duarve dhe këmbëve, kalon në atë fazën e rekuperimit dhe vjen përsëri të më shikojë në zyrën time në klinikë, e rekuperuar plotësisht. Kishte një satisfaksion shumë të madh kur bëra vizitën, kreva vizitën dhe në momentin që kthehem, ajo më ndalon dhe më thotë dua të përqafoj sepse unë kam 2 fëmijë dhe prej teje ata e kanë nënën prapë që lëviz dhe funksionon në rregull dhe ajo ishte shumë e prekur. Por që më preku dhe mua, e mbaj mend që i kam thënë, kam pacientë të tjerë për të parë të lutem mos më bëj të ma allëngjem dhe unë në këtë momente. Do të them një rast, vjen një pacient i cili ishte pacienti i parë që kisha në listë atë ditë. Dhe asistentja ime më thotë, pacienti është këtu, por përkthyesja nuk ka ardhur. Dhe shoh emrin, ishte emër shqiptar i dallueshëm. I them që nuk kam nevojë për përkthyes sepse unë di shqip dhe ai është shqiptar dhe jam i sigurt nga emri. Pacienti nuk e priste që unë do isha mjek shqiptar. Dhe hap derën dhe i flas shqip. Në atë moment ishte surpriza që ju bë pacientit. Ishte një çështje delikate dhe ai ishte i stepur. Në atë moment i them që ne do flasim si të duash ti, ose shqip ose anglisht. Shqip është më kollaj për ty, shqip do flasim. Çdo gjë shkoi mirë, ishte një lehtësi për atë si pacient, ishte një përgjegjësi për mua. Kam pasur një pacient tjetër kohët e fundit me një tumor në shtyllën kurrizore, i cili vjen në zyrën time dhe më thotë kam ardhur sepse je shqiptar dhe dua operacionin prej teje. I shpjegoj operacionin, është operacion delikat, kishte parë disa neurokirurg të tjerë përpara se të vinte te unë dhe pasi i shpjegoj operacionin i them këto janë risje që ne do marrim bashkë. Them mendoje mirë, ke parë 2-3 neurokirurg të tjerë, zgjidh këtë duash nga ne. Edhe më thotë më vë përpara përgjegjësisë. Nëse do ndodh diçka nga këto që më ke thënë, preferoj të ndodhin nga dora jote.
kjo e rriti atë presionin tim për trajtimin dhe operacionin delikat që do bëja për këtë pacient. Futet në operacion, një natë përpara e ëmë e ti më merr në telefon, sepse me pacientët shqiptar krijon një farë lidhje, jepet numri i celularit, krijohet një farë familiarizimi më tepër se sa me pacientët normal, e cila më kërkon që djalin është në duart e tua nesër. E dua djalin ma rikthesh, kishte i paralizuar. Operacioni shkon mirë, pasi zgjohet, ulem, pacienti fillon të lëviz këmbët, për mua ishte një gëzim i madh, gjithashtu edhe për ata, dhe është kënaqësi e dyfisht kur ka mundësi që të ndihmoj pacientë që janë nga vendi im. Në Francë ka ndodhur më shpesh. Në Francë ishte mjeku shqiptar që sa kisha shkuar. Në Amerikë më pak, sepse Amerika nuk i vëre preardhjen dhe nuk e ka të stigmatizimit apo të vendosjes së këtyre label që ne i themi. E vërtet, ajo të vënë një sfidë me veten dhe me ata, sepse ti do t'i tregosh që vërtet ti vjen nga një vend i vogël, por kjo nuk do me thonë që ti je i vogël, apo ke më pak edukat, kulturë, njohuri dhe dëshirë për të ecur përpara. Madje them që ne kompensojmë atë më së miri duke kërkuar edhe më tepër nga vetja për të qenë të barabartë, ndoshta edhe më mirë se vendasit. Kam shkuar vetëm për të vizituar, për të takuar kolegët e mi të vjetër, dhe miqtë e mi. Sigurisht ka ndryshime, spitali QSUT-ja ka ndryshuar mjaft, krahasuar me QSUT-n që unë kam lënë apo janë trajnuar, janë ndërtesa të reja që janë ndërtuar, funksionojnë ndryshe, krahasuar me atë çka qenë kur unë kam mbaruar studimet. Ka akoma për të bërë, ka punë për të bërë, duhet një riorganizim, ndoshta edhe i gjithë sistemit shëndetësor në Shqipëri. Sistemi shëndetësor nuk është aq e lehtë, është e lehtë ta thuash, por jo aq e lehtë që ta riorganizosh, do thosha. Vendet Amerika, Franca, po ashtu kanë probleme me shërbimin shëndetësor, jo të njëjtat me Shqipërinë, sepse çdo shoqëri ka problemet e lidhura me kohën në cilën janë dhe me atë sistem që ato kanë. Mendoj që samiti i diasporës si koncept është një mision. Një mision për të rilidhur ato fijet e padukshme që ekzistojnë. Unë jam i bindur që të gjithë shqiptarët që janë larguar nga vendi i kanë ato fijet e padukshme me Shqipërinë. Ruajnë gjuhën, ruajnë kulturën, kanë ndjenjen kombëtare të ruajtur, po aq sa dhe kur kanë qenë në Shqipëri. Sepse jo për arsye kombëtare apo patriotike, por është çështje identiteti dhe mbijetese për ne që kemi ikur. Ne kemi nevojë për Shqipërinë dhe për të qenë shqiptar kudo ku jemi. Dhe një thirrje e tillë e samitit na kujton që nuk kemi harruar, edhe nga vendi nga ikëm. Dhe është një thirrje për të ardhur në Shqipëri. Jo thjesht për të festuar, jo thjesht për ceremonira, por për të dëgjuar dhe për të parë se çfarë duhet bërë. Edhe ky është misioni i samitit, që të krijoj këtë lloj komunikimi të drejtë për drejtë. Ju keni ikur, ne jemi këtu. Çfarë do bëjmë së bashku? Shiko, diaspora jashtë në Amerikë ka disa lloj organizimesh nëpërmjet shoqatave, të cilat mbledhin grupe shqiptarësh. Në Filadelfia është një shoqatë e Bitë Shqipes, e cila në një farë mënyrë ka marrë atë drejtimin e organizimit të shqiptarëve që jetojnë në Filadelfia.
kryesisht për të ndihmuar shqiptarët e rinj që vinë dhe për t'i orientuar ata, po për të qenë një vatër apo shtëpi shqiptare në atë vend, në vendin ku ne jetojmë. Mendoj që ka në çdo shtet organizime të tilla. Sigurisht nuk janë organizime të mirë menduara ose të konceptuara si një institucion, sepse janë të bëra në mënyrë amatore nga dëshira për të pasur një shtëpi dhe për të mbledhur së bashku për arsyet e të ruajtjes së identitetit dhe për të mos humbur.